Partia Demokratike ka protestuar të shtunën për 3 oresh në kryeqytet, pa fjalime duke marshuar nga drejtoria e policisë deri tek vila e Enver Hoxhës. Gjatë tubimit, pati përplasje mes protestuesve dhe policisë, ku këta të fundit u përgjigjën ashpër me ujë me piper, si dhe gaz lotësjellës pas hedhjes së molotovëve nga qytetarët. Policia gjithashtu zuri prit pranë selisë së Partisë Socialiste dhe disa godinave të tjera qeveritare. Pas marshimit e kryeministria, drejtoria e policisë, kuvendi dhe selisë roz, protestuesit marshuan tek vila e ish-diktatorit Enver Hoxha, ku odhën preshëri fishekzjaresh si dhe molotovësh. Pasi vila e ish-diktatorit u përfshi nga flakët, policia hodhi ujë dhe gaz lotësjellës me shumicë, duke shpërndar turmën e protestuesve. Si pasojë e gazit lotësjellës dhe ujit me piper me presion, disa protestues mbetën të lënduar, ku në ndihmë u erdhën deputetët demokrat dhe vetë protestuesit e tjerë. Lideri demokrat Sali Berisha e quajti protestën si data që do të gdhendet me gërma të arta në historinë e kryengritjes paqësore të shqiptarëve kundër narkoshtetit. Gjithashtu ai komentoi edhe dhunën e policisë, sa i përket hedhjes së fishekzjareve dhe molotovëve drejt shtëpisë së ish-diktatorit Enver Hoxha. Berisha tha se ishin kundër Edi Ramës si një akt urrëtieje. Njerëz me kostume të murme, me uniforma të agentëve të policisë kriminale, u thonë protestuesve se këtu tani banon Edi Rama. Dhe ata ju kthyrë. Pra, ato fishekzjarë që u hodhën aty, ishin kundër Edi Ramës, urrëtie për Edi Ramën.